Kalendari diellor I Beratit. Kalendari diellor shqiptar, më I vjetri në botë. Ndiqeni këtë material në ekskluziv për ju këtu. E di që do ngrëm polemika të mëdha, por kush nuk e ka parë emisionin Enigma para disa viteve, tani është momenti që për herë të parë këtu në këtë kanal të flasim për kalendarin diellor shqiptar, më I vjetri në botë. Mund ta themi me plot gojën. Kalendari, kush është rastisht e di bëj like faqes, shihemi sërish dhe ju falenderit që jemi për herë bashkë. Unë si gjithmonë mundohem që të ndriçoj mendjet, mundohem që të hap polemika, sepse dëshiroj që në radhë të parë të mësojmë, por kryesorja është të dim prejardhjen tonë, sepse është tepër e rëndësishme. Tani teksa jam këtu që po karikoj telefonin, ja po e keni këtu. Jam ulur kështu në një cep këtu, flas nga dalë se të gjithë po flenë dhe unë sa po erdha nga puna. Dhe doja, nuk pata kohë as të laesha, të bëja dush, por do lajem tani. Sa të marroj këtë video, do lajem. Atëre, më falni që jam kështu pak I gjatë në këtë diskutim, përpara se ta filloj, por ja vlen, që të kuptohet që përse duhet flas për kalendarin e Beratit. Kalendarin e Beratit nuk është se nuk e njihnin akademikët shqiptar, por ne shpurpuritëm ose shpërbëm atë pluhurin e viteve, harresën e viteve, ose pluhurin e harresës, sepse për kalendarin e Beratit kishte folur Von Hahn. Bile ai e vlerëson si kalendarin më të vjetër në botë. E dëgjuat mirë, kalendari I Beratit, pra ai diellori që gjendet në kishin e Unufrit, është kalendari më I vjetër në botë. Po. Kalendarët në përgjithësi që ta dini, nuk bazoheshin si sot, por bazoheshin në lëvizje ciklike të anës dhe të diellit. Dhe kalendarët diellor ishin 354 ditë. Dhe mendohet që 354 ditë janë më të saktit, jo 365 si përdoret sot. Pra, parafërsisht një muaj më pak. Në fakt, nëse shkojmë dhe kthehemi mbrapa në kohë, kalendarët më të saktë, paktën kështu siç thuhet, janë kalendarët hënor. Dhe nëse e shikojmë mirë kalendari diellor të Beratit, është ai më I përpikti. Bile në qendër të kalendarit të Beratit, pra mund qendër gjendet një pika e bardhë, që ne e quajmë ose e quajnë studiuesit pika e bardhë ose pika e Zotit, ose pika ku bashkohen të gjitha energjitë dhe ku bashkohet çdo gjë. Është mund I qendër të kishës dhe ka disa gjëra të rëndësishme rreth. Për shembull, kalendari ka disa vija, si mund të themi, dhe të gjitha së bashku bëjnë 30. Por janë 30 ato që shkojnë në që përhapen dhe 30 ato që mbyllen. Pra gjithsej janë 60. 60 cepa mund të quhen. Dhe këto 60 cepa mendoj, sepse këtë bëm edhe në emisionin Enigma, që gjithë cepat janë si edhe numëronin sekondat si sot. Pra I referoheshin ndoshta disa studimeve ose disa përputhjeve, mund të themi, jo studimeve, përputhjeve të kalendarit nuk më vjen tani, sumerian, më falni, kalendari sumerian. Pse kalendari sumer? Sepse kalendari sumer duhet të dini që ata përdornin numrin 60 si bazë të llogaritjes së kohës. Në fakt, ne e morëm nga sumerët llogaritjen e orës që kemi sot, 60-ën, pra numrin 60. Ne mund të numëronim 100, e provuan në Francë rreth viteve 1700 mos gaboj, 1800, u munduan në Francë që të bënin një orar me 100, pra jo me 60, që 60 sekonda dhe 60 minutat të numëroheshin kështu, por nuk ishte e mundur. Dhe ka mbetur për gjithmonë tani llogaritja në 60. Dhe është e çuditshme se si kalendari I Beratit ka pikërisht 60 cepa, pra 60 të dalë dhe 60 brenda. Por jo vetëm kaq, sepse kalendari ka 12 cepat e mëdhenj, pra 12. Në ratë të parë duhet të dini 60, se harrova të thoshja 60 si 60 minutat, 60 si 60 sekondat. Dhe kalendari Beratit është I përpikt në këtë. Përveç kësaj ka 12 dalje që quhen harqe.
Këto 12 dalje mendohet që janë 12 shenjat e zodiakut, njëkohësisht edhe 12 muajt si përdoren sot, sepse më përpara tregohet që rikthimi bënte 13, pra 12 që ishin muaj dhe rikthimi ishte 13, ashtu siç kemi thënë dhe për kafkat e kristal që gjoja ishin 13. Tjetra është që në 4 cepat janë 4 kulmet, si mund të quhet, që quhen kapela. Ato 4 kulmet në kalendar janë si 4 forcat e natyrës, pra uji, zjarri, toka dhe ajri. Dhe nuk dihet se përse, po ajo është një mesazh, merri dhe të mesazhin. Megjithatë, po thoshe që në këto 12, në këto 4, pra janë shenjat e forcës së natyrës, por këto sikur përputhen me 12 shenjat e zodiakut dhe 12 muajt e vitit. Sepse në brendësi të këtyre, pra të këtyre ndarjeve, gjenden 72 ndarje të tjera të vogla, që duken sikur të jenë mozaik. Por e çuditshme është që 72 janë rrahjet e zemrës, 72 janë shenjat e si quhen, të horoskopit, ose më mirë konstelacionet, më falni. Dhe është e çuditshme se si në këtë kalendar mund të gjendeshin të gjitha këto të dhëna që sapo ju thash. Bile në 4 forcat e natyrës, siç ju thash, dhe në 4 anët, po të shikojmë deri në qendër të mozaikut, ose më mirë të orës diellore, ku formohen 4 pika të tjera, pra lidhja e pika e 4, dhe bëjnë edhe këtej bëjnë 12 derisa arrin në qendër. Dhe pika e bardhë, ku mbështillen të gjitha, duket si pika e Zotit. Në fakt, po ta shikoni, pikën e bardhë, është një pikë ku kanë vënë duart gjatë mijëra viteve besimtarët, sepse mendohet që shkonin aty dhe vendosnin dorën mbi pikën e bardhë. Po ta shikoni, është pika e bardhë, ose guri i bardhë, ose më mirë Zoti si e quajnë në këtë vend. Mendohet që besimtarët shkonin aty dhe ishte një vend i mbyllur, jo i hapur, pra i gjithë mozaiku ishte një vend i mbyllur dhe kishte vetëm një mënyrë, pra i mbyllur deri 20-30 centimetra sipër, që mos të shkelnin aty, por vendosnin vetëm dorën. Të paktën mendohet kështu, përpara se të bëhesh kisha tani, sepse duhet të dini që kalendari mendohet që të jetë shumë i vjetër se 2500 vjeçar. Sepse 2500, sepse duhet të dini që në kalan e Beratit janë gjetur 2 çekiç shumë të vjetër, që mendohet të jenë rreth 4000 vjeçar. Tani, pse e them këtë? Sepse kalendarët më të mëdhenj, ose më të famshëm, janë ata i kalendari Majës, ose kalendari Aztek, që mbahen si kalendarët më të rregull dhe kalendarët më të vjetër. Por në qoftë se, me të vërtet, këta 2 çekiç që janë gjetur janë 4500 vjeçar në rrënojat e Beratit, pse mos të mendojmë atëherë që ajo, sepse mozaiku është shumë i vjetër se sa kisha, që është rindërtuar dhe njëherë tjetër, dhe atëherë pse mos të mendojmë që edhe ky mozaik ose kalendari diellor të jetë 4500 vjeçar ose 5000. Duhet të dim gjithashtu që t'ju informoj që në Berat, qoftë në rrethinat e Beratit, që kemi thënë gjithmonë që ka disa legjenda shumë të vjetra, por ne mjafton që jemi afër malit të Tomorrit. Dhe kjo mund të përcaktoj, si themi, një datim ose një datacion më të hershëm se sa 4000-4500 vite. Megjithatë, këto janë thjesht aludime, por ajo që doja të nënvizoja që është më së saktë, është që përveç se ka thënë edhe Von Hahn, kalendari Beratit është një nga kalendarët më të vjetër në botë dhe për mendimin tim është më i vjetri në botë kalendari diellor i Beratit. Kështu që unë do dëshiroja që të lini komentit tuaj, ta shpërndani këtë video,
sepse duke shpërndar këto informacione, dikush edhe informohet më shumë, por ndoshta edhe bota atje jashtë dal nga dal do ndryshoj mendim për sa i përket trojeve shqiptare. Kështu që pres komentet tuaja dhe si që thash më përpara, kush është rasist dhe nuk i ka bërë ende like faqes, do t'i ludesha t'i bëj like faqes që të shihemi sërish. Nuk ju kushton asgjë dhe për ne është diferencë e madhe, sepse sa më shumë jemi dhe aq më mirë diskutojmë dhe aq më pranë së vërtetës jemi, përveç se informohemi. Okej? Hajde, kalofshi një mërmjet të këndshme dhe sinqerisht, pres një komentin tuaj. Çfarë do lloj komenti qoftë ai? Nuk ka të thotë kjo, ne këtu diskutojmë mundes shkëndijin, por edhe sikur mos jeni të informuar, mjaft një mendimi juaj, sepse diskutimet e përbashkëta rrisin nivelin. Faleminderit shumë dhe natë mirë.